Një zjarr ka shpërthyer në një nën stacion në perëndim të Londrës duke çuar në një ndërprerje të energjisë elektrike të aeroportit Heathrow, më i madh i Europës. Si pasojë, aeroporti më i madh në Mbretërinë e Bashkuar do të mbyllet deri në mesnatën e së premtes, duke ndikuar me gjas në qindra fluturime dhe mijëra pasagjerë. Për të ruajtur sigurinë e pasagjerëve dhe kolegëve tan, Heathrow do të jetë i mbyllur deri në orën 23:59 të datës 21 mars, tha një zëdhënës. Ai theksoi se nuk dihet ende se kur energjia mund të rikthehet me siguri, duke shtuar se stafi po punon për të zgjidhur situatën. Zjarri në Ohio ka lënë gjithashtu mijëra shtëpi pa energji elektrike dhe ka bërë që rreth 150 njerëz të evakuohen nga pronat përreth. Aeroporti Heathrow reagoi në rrjetet sociale. Heathrow po përjeton një ndërprerje të konsiderueshme të energjisë në të gjithë aeroportin për shkak të një zjarri të madh në një nën stacion elektrik aty pranë, ndërsa ekuipazhet e zjarrfiksëve po i përgjigjen incidentit. Ne nuk kemi qartësi se kur mund të rikthehet energjia. Për të ruajtur sigurinë e pasagjerëve dhe kolegëve tanë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të mbyllim Heathrow deri më 21 mars. Ne presim ndërprerje të konsiderueshme gjatë ditëve në vijim dhe pasagjerët nuk duhet të udhëtojnë në aeroport në asnjë rrethan derisa aeroporti të rihapet. Ne e dim se kjo do të jetë zhgënjyese për pasagjerët dhe duam të sigurojmë se po punojmë sa më shumë që të jetë mundur për të zgjidhur situatën. Në total 121 avion, të cilët tashmë janë në ajër, po devijohen ose rrotullohen përveç fluturimeve që janë vonuar dhe anulluar si pasojë e incidentit. Deri në 145.000 udhëtar mund të preken nga mbyllja sipas firmës së dhënave të aviacionit.